أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo tribun vjen padyshim si një proces pune I gjatë nga mështinia Malësie e Madhe, ku më në krye mështion tonë të nderuar Haxhi Edmir Smajlaj, për cilin kam nderin që t'ja jap fjalën e tij përshëndetëse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad الذي لم يلد ولم يولد الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Falënderimet Allahu Gjelle Gjelalu, I cili është një I vetëm dhe pa shoq, që s'ka linë kënd dhe s'ka linë kush prej tij, atë besojnë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojnë, nuk ka dyshim, ke Allahu e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, nuk ka asnjë forcë në botë që ta humbë, dhe ke Allahu Gjelle Gjelalu ka larguar prej mëshirës së tij, nuk ka kush të bëjë rahmet për ty. Të nderuar vëllezër që keni të mbushur xhami, Allah e shpërblet një për prezencën tuaj. Ndihem krenar që sot në pjesën e 10 ditëve të fundit të muajit të begatë Ramazanit të kemi mysafirin ton, hoxhën e nderuar Doktor Zakaria Efendi Bajrami, me cilin me shumë angazhimet e tij të shumta që ka në Shkup dhe gjitha qytetet e Maqedonisë, por edhe në tërë tjera shqiptare, madje edhe jashtë në diasporë, gjeti kohën elhamdulillah të jetë mysafiri joni në këtë ditë, në këtë pjesë dhe ditët e fundit të muajit të begatë Ramazanit me këshillat e tij të vyeshme, dhe elhamdulillah që Malësia e Madhe e ka pasur shpesh hoxhën mysafir në Malësi të Madhe
dhe sot zgjohet që timi bashkërisht në xhamin e fshatit Koplik i Sipër, ku falenderoj hoxhën e nderuar vëlla Begatorin, komisionin e xhamisë, të gjithë ju që jeni prezent. Allah është shpërblet me të mira dhe lush Allahun xhelle xhelalu që çdo hap i hedhur me armë në gjithë këto këshilla nga hoxha e nderuar të jetë një sevap për gjithë cilin prej nesh dhe të jetë një shlyerje gjinahut po për nesh. Të nderuar vëllezër, beqime këtë muaj të mëshirës, të begatisë nga Allahu xhelle xhelalu, unë nuk do të martohem në hoxhës, por ju kujtoj edhe ju për vetën time që të jemi për atyre që kemi shpresuar në mëshirën e Allahut dhe kemi arritur mëshirën e Allahut dhe kemi fituar kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu dhe kemi për atyre që Allahu i ka shpëtuar nga zjarri i xhenemit në muajin e begatë Ramazanit. Wa akhiru dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet më edhe një herë për prezencën tuaj. Allah shpërblet më edhe hoxhën që ka bërë kilometra për me na nderu me marrë disa këshilla nga hoxha. Allah shpërblet mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Falenderojmë ftyun e nderuar për fjalën e tij. Dituria dhe urtësia janë dy veçori dhe dy vlera të larta që padyshim e lartësojnë njeriu tek Allahu i lartësuar. Hoxha jonë i nderuar që na ka respektuar sot, padyshim që nëpërmjet këtyre dy veçorive edhe mesazhet që ai ka dhënë kanë qenë shumë të veçanta. Është krenarie jashtëzakonshme për ne si malësi e madhe, si xhami e fshatit tonë, që të kemi këtë mysafir në mesin tonë. Andaj kam kënaqësinë që t'ja jap fjalën hoxhës së nderuar nga shkupi Dr. Zekeria Bajrami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله سميع عليم. Vëllezër të dashur dhe motra të nderuara, ne të gjithë dimë se hamdi, falënderimi, lutjet, adhurimi i takojnë të vetmit Zot të pashot, pra Allahut Dhul Jalal. Është Allahu ai i cili krijoi gjithësinë, është Allahu ai i cili krijoi njeriu, është Allahu ai i cili njeriu e krijoi në formën më të bukur, e pajisi më të logjikuar, i dërgoi pejgamber të dërguar, i zbriti pejgamberve libër, kitabe, dhe këtë e mbylli me pejgamberin e fundit dhe vullosi pejgamberin me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç i vullosi edhe librat e shpallura me Kur'anin madhështor. Pra ne jemi të privilegjuar me këtë din që Allahu na ka nderuar dhe në këtë din që na ka udhëzuar. Nuk ka të mirë, begati, dhunti më të madhe se të jesh musliman. Duhet këtë ta dim, duhet të jemi krenar, të mburemi, elhamdulillah o Zot, që në këtë din na ka udhëzuar. Elhamdulillah o Zot, që në këtë fe na ke bashkuar. Elhamdulillah o Zot, që në këtë shtëpi tënde së bashku na ke bashkuar, ne duke qenë agjerushëm, duke qenë me abdes, duke qenë në shtëpinë e Allahut, duke shpresuar në këtë dhjetin e fundit siç sa më ftiu, që në këtë dhjetin e fundit Allahu Xhelal amneston njerëz nga zjarri i xhenemit, qofshin të shpëtuar të gjithë dhe qofshin banor të xhenetit. Ja Rabbel Alamin. Vëllezër të dashur, kur vjen ndonjë mysafir, mos mendoni se ai do të bën diçka të re, do të tregoj diçka që se kanë treguar hoxhallarët e juaj, jo. Po eventualisht që ndëgjove një fjalë që se ke ndëgjuar nga ulemat tu, mos gabo të thush që këtë hoxha jon se ka thonë. Po si të thonë hoxha, për herë parë ndëgjoj, do të thush kur e pas ka treguar hoxha jon, mos pas kam qenë xham.
Kjo është më edukat. Mirë po njoni tha unë gjithmonë jam me hoxhën. Thash ti nuk je Ebu Hurejre, që su ka shqep pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo, tha valla gjithmonë mos e kam dëgju, thash tu ka një mana tjetër. Mundet fizikisht me trup ke qenë xhami, me mend ke qenë në parking, dikun tjetër, Allahu alem. Pra kështu që ne nuk bim gjotre, por kjo ka një merit të vetën që ne dëshmojmë se jemi vëllezër, edhe në din, po edhe në gjuhë, edhe në tradit, edhe në këmbë. Pra si që jemi zbashku në shtëpitë e Allahut, Allahu na bashkoft në Xhennetul Firdaus. Të nderuar. Ajetin që prezantova para jush është madhështor si çdo fjalë e Allahut. Allahu dhul Jalal thot wal mu'minuna wal mu'minati. Besimtarët dhe besimtaret, dy gjini. Nga se e dim të gjithë se Allahu dhul Jalal kur i përmend alladhina amanu, ata të cilët besojnë, alladhina yu'minuna, ata të cilët kanë besuar dhe ata të cilët vazhdojnë të besojnë, këtu është qëllimi për dy gjini, edhe për ato mashkullore dhe për ato femrore. Alladhina yu'minun, ata të cilët besojnë pra dy gjini. Mirë po ja që një grua, po në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, Allahu dhul Jalal po i përmend burrat në Kur'an, e s'po i përmend gratë. Mashallah ishte bo pak gjeloze që nuk përmendin gratë. Allahu dhul Jalal zbret ajetin madhështor: Men amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën një vepër të mirë prej besimtarëve, qoftë mashkull apo femër, nuk i mangësohet as në spal shpërblimi. Atyre do t'ju japë mirësi në dunja dhe do t'i shpërblen me mirësi në ahiret. Kështu thot Allahu dhul Jalal. E pastaj në shumë ajete tjera përmenden dy gjini, wal mu'minuna wal mu'minat, që ju e dini se sulmin më të madh që janë mundu orientalistët, islamofobët, armiqtë e dinit, që janë mundu të gjejnë një shkas të thonë se Islami nuk e jep të drejtën femrës. Islami e ka shkel femrën, kështu pretendojnë. Është shumë jo e vërtetë, është gënjeshtër e rrekulluar. O vëllezër të dashur, Islami e vlerëson gjinin femrore duke filluar prej Haxherit, bashkëshortja e Ibrahimit alayhis salam. Çfarë akide, çfarë imani ka patur sot në këtë shekull, është vështirë të gjesh ashtu bindje që ka patur ajo në atë kohë. Ku është argumenti? Kur Ibrahimi alayhis salam urdhërohet nga Allahu dhul Jalal që bashkëshorten edhe Ismailin ti lënë pranë Ka'bes, edhe ta kthen shpinën, Haxheri tha Ibrahim, apo shkojna? Tha po shkojnë. Tha që kështu na le që këtu na shërtin këti. Banori parë në Kabe është Haxheri. Banori parë, s'ka pas ke. Haxheri në të bilin e vetë. Pak si habi ishte me elon që ati në të shkretin. Pastaj tha Ibrahim, mos është urdhni i Zotit me mlon që tu? Tha po, është urdhni i Zotit. Atëherë tha, pasi është urdhni i Zotit, hetë shko rahat, se ai Zot që të ka urdhnu me në alon këtu, ka me në dalë në diham. Fërbindje, subhanallah. Dhe sot, miliona, arrin në miliarda njerëz që bëjnë sajin, safa, merve, safa, cilin imitojnë Haxherin. Këtë ka bo Haxheri, dhe ka betë sunet në Islam, ka betë obligim për të qenë haxhi dhe umre të plo. Andaj, besimtari i parë që ka besu, që ka dëshmu shahadetin pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është Hatija radhiyallahu. Dëshmari i parë në historinë islame është Sumeja radhiyallahu anha. Në Kur'an kemi një sure e cila e mërtohet Suretun Nisa, kaptira e grave. Ja që s'ka kaptira e burrave, kaptira e grave. Subhanallah. Pra qëton me këto fjalë të përfundojnë atë se në shumë raste akuzohet Islami
ja ka bo kështu gruas, ja ka bo femrës kështu, ja ka do në drejtën e kështu me radhë. Elhamdulillah, Allahu dhul Jalal me këtë ajet që prezentova para ju sot vel mu'minune wal mu'minat, besimtarët dhe besimtarët. Çka? Ba'duhum awliya'u ba'd. Janë dashamir të njëri tjetrit, e duan njëri tjetrin. Muslimanët e duan njëri tjetrin, janë vëllezër. Muslimanët e duan njëna tjetrën, janë motra. Madje që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha një herë, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu." Nuk mund të hini në xhenet derisa nuk besoni. Pa iman nuk ka xhenet. Kjo është gjykimi Allahu dhul Jalal. Nuk është joni. Pse hoç filani mos hije në xhenet, sa të mira ka bën. Po pse ne kemi qelsin e xhenetit? Subhanallahu, le të hinë urdhën të shkojnë në xhenet. Veç një gjë duhet ditur se pa iman s'ka xhenet. Pik. Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nuk mund të hini asesi në xhenet derisa nuk beson. Walan tu'minu, po edhe nuk mund të jeni besimtar të vërtet, nuk mund të jeni besimtare të vërteta hatta tahabbu, derisa ju nuk duheni me vetë. Derisa ju nuk duheni me vetë. Dashuria ndërvëllazërore është obligim islam. Allahu na shtof dashurinë ja. Ne kënaqemi kur ju shohim kështu. Më duket se në 2 kilometër udhtim kem bë kur juve ju shohim kështu në këtë shtëpi të Allahut. Allahu na bashkoft në mirësi gjithmonë dhe në xhenet inshallah. Pra vëllezër të dashur, në Angli një jo musliman i thot një muslimanit, thot ju nuk e përfillni, prapë edhe me këtë shembull do ta them, nuk e përfillni kishon një femrën hiç se përfillni, nuk e llogaritni si njeri. Edhe muslimani tha pse? Tha po ju as që përshëndetni për dorë më? Tha burrin e përshëndetni për dorë, femrës largoheni, tha se nuk e përfillni. Tha jo, është diçka tjetër. Tha ha, ti tha a jeton në Londër? Po, sa vjet i ke? Tha 70 e sa vjet. Tha sa herë ke përshëndeti mbretëreshën tuaj? Sa herë ke përshëndeti? Jo, tha si ka rendi. Tha po pse se ke përshëndet? Tha po ku i vjen rendi? Tha jo mbretnesha, ku është hallien ta përshëndes ato? Tha kështu pra. Ju keni një mbretnesh, në çdo femër e keni mbretnesh. Dhe të gjitha gratë tona janë mbretnesha, prandaj nuk përshëndesin burrat e huaj, për dorë, se janë mbretnesh. U habitën. Tha për çat po, tha për çat, se ne respektojmë, e nderojmë, dhe ajo është mbretnesh, përshëndet për dorë vetëm atë që i takon që ja ka leju Allahu dhul Jalal. E jo ti si mendon. Pra, vëllezër të dashur, ne me këtë dashuri ndërvëllazërore, me këtë mirësi islame, jemi të privilegjuar dhe do të jemi krenar dhe gjithmonë të themi elhamdulillah. Allahu dhul Jalal na ka dhuru të mira të panumërta. Të mirat e Allahu dhul Jalal nuk ka numër, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Po të mundohni një mirësi të Allahut ta numëroni, nuk mundeni një prej tyre. Për shembull të nderuar. Kush mund ta dinë prej neve, prej kur na ka dalë xhumi, prej kur jemi zgjuar në mëngjes, e deri tash sa herë kemi marrë frikë? Ajën në pasër, sa herë? Këtë e kemi gratis, subhanallah. Gjitha gjërat tjera i kanë marrë ndorë, i kanë fut duarët njerëzit. Për shembull rryma është e dobishme, po është me pagesë. Nuk e paguën, ta ndalin rrymë. Ujin ta ndalin, telefonin ta ndalin. Fatmirësisht që Allahu dhul Jalal nuk ja kalon në kompetenca askujt oksigjeni. Ajri, sa kalon. Pse? Se është i paqëtërsueshëm. Si kur ta kim në një ndërmarje edhe ajrin, edhe unë se kam pagu, atë marë frimë s'ka, që ka be? Ja ka ndarë. Se ka pagu, ja, nuk është rrinë, nuk është ujë, nuk është telefon, është oksigen, që Allahu dhul Jalal çdo kujt ja ka dhënë gratis. Pra kjo është mirësi. Kishte shku një plak 90 vjeçar në spital, kishte pas problem me frymën, me frymëmarrje. A dini kush e din vlerën e oksigjenit frymëmarrjes, e din ata që kanë problem me frymëmarrje. Ata e kanë, ne alhamdulillah nuk e din, po Allahu ja lehtësoft edhe atyre që kanë problem. Edhe i kishte shku në spital,
njekojnë ata 24 orë, tani mo du të alirojnë, po i thane diçka, dush me pagu 500 euro, nuk e disa, edhe plaki fillon me qanë. I thonë, ha, si mos kesh, lek me tash mund të pagush me kësa. Jo, tha, nuk qaj, tha, se për kam, tha, leket, i kam me vete. Po pse qaj? Qaj, tha, se 90 vjetë kam marë frinë, zoti, kur pagesëm ka një. Allah, kur pagesëm? Ju për 24 orë më njerë pagu. Subhanallah, kjo është Allah, që na i ka dhonë gjithë të të mira. Për fizikun, për trupin, për shëndetin, oksigeni, ajri, frimarja është numër 1. E për shpirtin, edhe shpirti e ka frimarjen, oksigenin e vetë. Cila është ajo? Besimi, imanin Allahun për gjelat. Ne duhet jemi shumë të lumtur, elhamdulillah, të kënaqur. A je musliman? Edhe nëse do njëherë i samur, elhamdulillah, jo musliman, kam shpërblim edhe për durimi. Edhe do njëherë nëse ke problem me ekonomi, me ashtu, elhamdulillah, jam musliman, edhe kësaj, edhe kjo dhe kaloj, por imani është ai i cili është kryesori për shpirtin e besimtarit. Prandaj do të thonë, elhamdulillah, kudo që jemi, elhamdulillah, pa kursi. Unë në kohën si student i ri e kisha një shok, bom shok me to, edhe ai teshi një herë, thoni me teshi. Pa, teshiti një herë edhe unë i thashë diçka, është sunet në islam, kur teshtitemi të themi, elhamdulillah. Ne këtë e bëjmë si sunet, pejgamberi në ka porosit, kur teshtitemi të themi, elhamdulillah. Tash njëkësia e ka zbulu se nuk ka një urdhër kuranor, apo pejgamberik, që të mos ketë hikmetin, urtësit, do me thonjë në saj. Pse me thonë elhamdulillah? Pse kur kollitem nuk themin elhamdulillah? Po veç kur teshtitemi, pse? E ka kuptimin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka porosit, ne e bëjmë ato si sunet. Po mjekësia e ka zbuluar se njeriu kur të shitet, prej 2 sekunda deri në 3 sekunda ju ndal ka edhe zemra. Pastaj ka gjase më ngatru damarët, eshrat e me u paralizu. Edhe ne instinktivisht kur teshtemi themi elhamdulillah. Nuk u ndodhi kur jo, elhamdulillah. Edhe mirë djaloshi e thosh ato, edhe një ditë dulëm ne se shkupin e kemi të ndanë ura, lumi vardar, njëna pjesa ndështë shkupi jonë, e pjesa tjetër shkupi atyre, këshime. Edhe dulëm atje me një zirë, me atë vlaun, kështë e kalabullët ati, edhe ajtë teshi. Edhe unë e thasha, më thua, elhamdulillah, tha edhe këto, kishte edhe atje edhe ortodoks kishe. Tha edhe këtu, tha shpopo edhe këtu, ta dibere. Çdo herë, kudo që t'jesh të ujë, elhamdulillah. Wallah, nuk ka ni'met më të madh se të jesh musliman. Andaj vëllezër të dashur, Islami është ai që neve na ka ndriçuar rrugën. Islami është por një gjë. Islami nuk është në xhami. Vetëm në xhami nuk është islam. Islami në xhami është 5%. E 95% në rrugë, në familje, në shtëpi, në tregë, kudo që je, islam. E kanë pyet njëri ç'është islam, tha raporti i mirë me njerëzit, do më thonë më usjell mirë, është islam. Nuk do më thotë që nuk eliminohet namazja dhe jojë, të e në baza, por edhe mirësjellja me njerëzit është pjesë e islamit. Andaj Omeri, radiallahu anhu, kur ja ka pru njëni një dëshmitar, ju ka desh një dëshmitar për një anketë që ka bo, ka shku të Omeri, tha, a kje dëshmitar? Tha, po, kush o filon? Tha, ti tha e njef këto? Që do të dëshmojsh, tha, po, ja e mire në njohë. A e ki kujshi? Fqinja e kije? Tha, jo. A ke marrë dhe një rrugë të lartë me to dhe ke pa moralin, karakterin, që në rrugë një të njëri? Tha, jo. A i ke dhonë, tha, dhe një gjë të çmueshme që vlenë, ja ke dhonë në besim, e tani kur ka arë momenti ta ka këthy, ka ndodhë kjo? Tha, jo. Tha, po ti nuk e njifke. Tha, ndoshta e ke pa në xhami të u falë. Tha, po. Tha, nuk mjafton. Pra nuk mjafton vetëm në xhami musliman. Musliman, gjithë jeta jonë të jetë e stolisur, e parfumosër me moral, me sjellje, me din, si ka hi. Andaj, në Angli o vëllezër kishte një imam, marrokian, nuk e di çfarë, imami, edhe kishte udhëtu prej te xhamia deri te shtëpia me tramvaj, me.
Edhe ai vozitësi e kishte marrë vesh, kishte njoftuar se kjo është imam, është njëri fetar, është udhëheqës i Islamit, edhe një ditë për ditëve kishte desh ta provon. Edhe nxjerr biletën, kur ka qenë me biletën, nxjerr biletën edhe ai ja kthen kusurin, më i thon, ja kthen kusurin. 20 cent vlera ka qenë, disa 20 cent, jo 20 euro, 20 cent. Ja kishte thënë më tepër. Qëllimisht. Edhe ai i merr kur i numëron 20 cent më tepër. Ndalet kujtohet thot, a çka kthej, a çon pesë thot 20, ja kthej, si ja kthej, po alhamdulillah, kish ardhur në përfundim me ja kthej. E kur bën me zbrit, shkon ja jep 20 cent. Thot merri këto 20 cent, thot se mi ka dhënë tepër gabimisht. Ndalë. Nuk ti kam dhënë gabimisht. Po, thot ti kam dhënë me qëllim. Pse? Tha ti je musliman dhe je hoxh, tha po. Wallahi, ti kam dhënë me këtë niyet. Po që se mi kthen, do vi një ditë te xhamia të bisedoj për ta pranuar Islamin. Po që se nuk mi kthen, nuk vi hiç. Subhanallah. Edhe ai thot po ta dish, do vi një ditë, do lëm një takim, do vi, shkon njeriu në xhami, bisedon me hoxhën për fen dhe e pranon Islamin, o vëllezër të dashur. E çka thot mandej ti musliman, thot elhamdulillah, nuk e shita Islamin për 20 cent. Qëndrimi ati, vendimi ati kishken, po që se nuk mi kthen, s'ka nevojë me shku me bisedu. Mirë, po ka dësh Zoti, elhamdulillah, ja ka kthy dhe për çato 20 cent ai e ka pranuar Islamin. Në mungesë të 20 centve, ka mujtë mos shkone dhe mos e pranon. Ne pra si muslimon duhet kemi ata të cilët në çdo aspekt, në çdo lëmi, ta tregojmë Islamin ton, elhamdulillah. Andaj, Allahu xhalal musliman i quan edhe muslimanët vëllezër, motra, dashamir, e duan një tjetrin, ja duan të mirën, së pari ja duan vetes, ja duan familjes, ja duan shoqërisë, por tek e fundit ne ja duam të mirën çdo njeriu. Ama çdo njeriu te ne nuk ka dallim, njeriu. Madje që i dërguari sallallahu alaihi wasallam na tregon për 2 raste që dikush ka bën mirë kafshës, e ka falë Allahu xhalal. E ka falë. Një tjetër e ka mbyt një mas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të dënohet në xhehenem një grua se e ka mbyt një mas. Subhanallah. Si e ka mbyt? Nuk e ka helmu. Nuk e ka bombardu, si që ndodhë sot me musliman të shofim, Allahu ja u letësoft, ja. Çfarë jemi të përjetu ne si musliman? Një grua e ka mbyll derën macës, nuk e ka ushqe, masa ka ngorë, edhe ajo do përgjigjet për një macë. Jo për qindra fëmije, mia fëmije. A tjetri në kohën e Hazreti Musës, njeriu që kishte qenë gjunaqtar i madh, duke kaluar rrugës një ditë kalon pranë pusit dhe aty e shef një gjallës me ndërhysh një qen i cili kishte ra shumë në etje, edhe ai çka bën, merr pakuj, i jep atij, vin vete, edhe ndron jetë, njeriu i njohur gjunaqtar. Po ka bën mëshirë, Allahu xhalal e don mëshirën, ne për ta merituar mëshirën Allahu vetë duhet kemi mëshirues. Irhamu men fil ardi yarhamukum men fis sama. I dërguari sallallahu alaihi wasallam thotë, mëshironi ju njëri tjetrin që mëshiron Allahu. Dhe njerëzit e marrin e hudhin, Allahu xhalal thotë o Musa, shko thot filani mere, pastroje, falë xhenazën drejt, o Zot, po do njerëzit do më thonë ai ka shku dhe disi kemi ne subhanallah. Shko thot Musa, se ai është i falur, ja kum fal për shkak se i ka dhënë ujë një kafshë. Mëshira Allahu xhalal, la taqnatu min rahmetillah. Mos e hubni mëshirën, shpresën nga mëshira e Allahut. Pra vëllezër të dashur, ne duhet ta dëshmojmë dinin ton, pra duke filluar në dashuri me zvete, në ndihmë me zvete, në lutje, në dua për njëri tjetrin kështu me radhë. Të mos bëhemi sikur jehudët, një shembull do bi për ata si kanë qenë dhe muslimanët si kanë qenë, muslimanët e vërtetë. Pastaj të shohim ku jemi ne tash, ku janë ata, subhanallahu, i kemi ndruar raporte. Në kohën e Musës a.s. një plak jehudike, Ben Israil,
Një plak I thot Hazreti Musës, o pejgamberi Allahut, kur bisedojsh ti me Allahun dhul xhelal, paraqitja një kërkesë time, thuj o Zot, filan plaka është e varfër, është e vetme, tash është verë, mundësisht dikush ja duron një dela, një dhia, një lopë që dale prej krize. Edhe shkon Hazreti Musa, bisedon me Allahun dhul xhelal, mi po ne harrojnë njerëz, sidomos duke biseduar me Allahun harrohen mohabetet e halkive. Në mbarim të bisedës Allahu dhul xhelal thotë Musa, ke marrë një emanet, po Zot, unë kam harru, ti ke harru, po unë harru. Allahu nuk harron. Edhe thotë po Musa u kri puna, bëj selam asaj plakës tuaj, disa ditë kur të zgjohet në mëngjes, kur ta bëj lutje në mëngjesit, si kemi ne faljen e sabahut, edhe të kam pas lutje në mëngjes. Thotë pasi ta bësh lutje në mëngjesit, të bësh dua. Se ajo kish pas një kujshi, ai kish qenë më kallabëllok me fëmijë, pa edhe ajo kish pas të njëjtën në gjendje, s'kishte pas edhe ajo. Edhe thotë, pasi ta bësh lutje në mëngjesit të thush, o Zot, fqiu ti, pra kujshis ti, epja 2. Sa ajo është më kallabëllok, ka nevojë për 2 dele, 2 dhia. E mua Zot, më jep 1. Tha çka? A ju habit? Musa u habit me atë. Në vend të thotë Samir, Elhamu, tha qka Musa? Pak kështu e mërën. Tha qka? Tha të thush, o Zot, kujshis tim epja 2 e mu ma jep 1. Kur, tha Musa? Jo, Musa. Pse? Sa ne boja doa? Sa në thoma ashtu? Pse? Po s'mund të durej kujshia I kese 2, unë e 1, mamin, por rinë pa hiq. Rinë që shtu, ajo hiq, unë hiq. Subhanallah, kështu janë dhe njerës që Zotin arrit. E musliman do vlezër të dashur, e musliman një shembull. Në kohën kur Medinja ka qenë e varfër, Medinja, Allahu e ndriqofte, e ruajte, e mbrofte, e na mundsoft ta vizitojmë. Një tregtar prej Stambollit shkon në Hax. Edhe një tjetër, një tregtar thotë një pasunik, e diçka thotë, I kam bërë të holla, kam qifë t'i qesh në Medine. Medinja ka qenë e varfër, Medinja ka qenë e vogël. Sa ka qenë Medinja në të kohë, sa është sot o borën xhamis pejgamberi. Sot Medinja është krejt e thurët me o borën e qash ka qenë Medinja. Edhe shkon, ti thot t'ja japish, do pysesh Medine, si kur në për fshatra që I njohin njerëzit, fshatra po. Thot, do pysesh a je kush është më I varfëri, më fukara, kom qef që ati ti mërin kjo hedija ime, kjo sadakaja ime, kjo hajrati, ama e kam qef më fukarash. Shkon njeri u pyta ti, kush është më fukaraja? I thonë, shefil, am qonje të shia, e marrën e qënë. Kur afrojnë të shëpia, I pi deres del njeri u. Njifet se, ngra. O vlosi, selam, kjellam, thonë, jo, një pasunik nga Stambolli, mi ka dhonë që të hollë, këto letë, me ja dhonë në Medine ati që është ma fukara. Mu më kanë pru të ti se ti qenë ke ma fukara. Ja, nuk janë për mu. Pse? Ta nuk jom unë e fukara I numër 1. Ma fukara se unë është njoni që di. Subhanallah. Shkon, kur shkon të njojtën, ja, gabim. Nuk jam unë ma fukara. Ma fukara thët është e qënë të I po. O vla thët, jo thët, aj thët ki thot Allah, më lironi mu, thot, unë kam punë të mija, njoni, pranoni, më lironi mu, se e kom me manet. As njoni si pranon, a I thot, kjo ma fukara, I thot, kjo ma fukara. Me konë të ne, unë jam ma fukara. A I qëti thot, jo, unë jam ma fukara. Edhe të shka vendosi, bëjtë me gjlisi ati, thonë edhe shka, lironi e njerin, dani për gjysë. Gjysë ati, gjysë ati. Jo, thot, nuk I marë gjysë ati, I takojnë sa e ma fukara. Subhanallah, pajtohem o diqysh, I dajnë për gjys, edhe njeri rahatohem. Ati të ne, të ju inshallah nuk është, po ati të ne një mot një shëqat për një drunë për dimën, për njerëzit e ngra, për fukara. Edhe njoni fukara vojnë, kishë marrë vesh, kishë marrë kështu një koliqe, një kështu me dorë që banë. Karus doret. Po. E kishë marrë kështu, kur shkonë, thotë, u kanë hargju. Tha si more, tha ato me traktore I mura. Me traktore. Ato, fukarat me traktore. Kur ka traktor, ka dhe to. Sigurisht, ka edhe ka traktor. Ato me traktore ka shu shpejt I ka ngrit, kur ka shu ki me koliqe, s'ka. Pra, dalimin e mes atyre edhe në mes tonin, ja sa I mathësh.
ato nuk I kanë pranuar duke patur frikë se mos po I hindër hak se filoni është më fort, kështu më radhë. Andaj Allahu Dhul Jalal wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, e urdhërojnë një tjetrin në punë të mira e ndalojnë nga e liga, nga e keqja. Kur e shohin një të mirë, e urdhërojnë, bëni vallë. Kjo është e mirë. Kur e bën dikush një të mirë, ndihmoje të delen mira, të përhapet e mira. Kur e shohin një të keqe, një të turpshme, një asaj, yanhauna 'anil munkar, e ndalojnë një tjetrin nga e keqja. Wa yuti'una Allaha wa rasulahu, dhe I binden Allahu dhe pejgamberit. E adhurojnë Allahun, e respektojnë pejgamberin. E ata e çfarë ka për që e adhurojnë Allahun, I binden Allahut. Vëllezër të dashur, në kohën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, një djalosh I ri ishte sëmur. 2-3 ditë kishte mbet në shtëpi I sëmur. Kur pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku është ai djaloshi, thanë, pa qef I sëmur. Ngrihet pejgamberi vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam moralin, etikën, që ka thonë Allahu Dhul Jalal, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Dekreti ka dhënë Allahu Dhul Jalal dëshmi se ti ke moral të ngritur. E tash ne si duhet me qenë morali jon? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju në pejgamberin keni modelin, rrjetin më të mirë në çdo aspekt. Dhe shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta viziton djaloshin. Ai kur e shef pejgamberin fillon të qaj. Edhe I thot I dërguari sallallahu alaihi wasallam, mos qaj, mos u mërzit, dëshirohesh inshallah, bismillah, do ngrihesh. Jo ja Rasulullah, tha, unë nuk qaj për smundjen, as qaj se po vdes. Por unë qaj se 3 ditë nuk të kam pa, a e di sa më ka marrë malli? Sa më ka marrë malli për ty ja Rasulullah, 3 ditë sytë e mi se kanë pa ftyrën tande të ndritshme. Prandaj jo mërzit, më ka marrë malli. Po më ka shku mendja që unë do vdes një ditë, po më ka shku mendja që inshallah jo më banor I xhenetit, ama atje në xhenet ti pejgamber do jesh në gradat e larta. E unë si rob I dobët, si I thjesht, do jem në grada më të ulta, do jem më poshtë. A thuja Rasulullah do më japin leja gjë kur të më merr malli, hipin nalt të vizitoj. Subhanallah. Detin e ka pas gajlen që në xhenet vendet të ndryshme e a do ta shohë pejgamberin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hesht. Vjen Gjibrili alayhi salam me ajetin madhështor. Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. Për hatër të këtij vjen ajet madhështor, për hatër të këtij djaloshit Allahu Dhul Jalal çon Gjibrilin me ajet ku thot kush I bindet Allahut dhe respekton pejgamberin, ai do të jetë me pejgamberët në xhennet. Do të jetë me aulia, me shahidë, me njerëzit e mirë, wa hasuna ulaika rafiqa. Oh, çfarë shoqënie e mirë do të jetë ajo. Allahu na shoqëroft në xhennet të gjithëve. Na bashkoft me të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, me sahabët e tij, me muslimanët e mirë. Pra duaja jonë që Allahu të na don, të na jep dashuri mes vetë. Edhe ta duam dinin dhe ta lakmojmë xhenetin. Shifaj çfarë derti ka patur në xhenet, po në xhenet gjithat mirat I ketë, po nëse mungon vizita dhe pamja e pejgamberit nuk është I kënaqur edhe në xhenet. Prandaj ka pyet pejgamberi a do më jepet mundësia të shoh të vizitoj. Allahu Dhul Jalal I përgjigjet me ajet kuranor ti djalosh. Andaj njerë njërën I pitë mua gjitha, e më këto që ka I tërgoj para dje, nuk janë të ju, para dje flasë. Tha njërën I hoshta, a ka podrum gjene? U habita, të shfar pyqet, të shka duhet, a më ndonë për garajat, për kerën. Jo, be hoshta, une nuk janë, tha e di që nuk janë, tha për me hiknal, po qa që në podrum. Edhi, kësa I thënë me indigent, se I thënë I pa kujdesëm, kur është puna për xhenet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, lutni Allahun Dhul Jalal, kur ta lutni për xhenet, lutni për Firdausin. Papa, o Zot na bën nasib, na mundso të jemi në xhenetin Firdaus. Allahu nuk I kushton kur gjë të hipjen në xhenetin Firdaus, më të lartin.
Firdaus. Pejgamberi në porosit që ta kërkojnë Firdaus, jo podromi. A ishte ngull me ndja, a ka podrom, se ma gjenalë sa hipi, po, o zot. Qaj njeri ndërtoj një shtëpi, e ngriti një shtëpi, e kishte bo, ishte një gjallë, a ishte një gjallë i babës, edhe vetë a kishte një gjallë, ishte 40 vjetë, ka i pësat. Edhe kishte ndërtu një shtëpi, edhe a i baba i vetë, hajde, o të kam qetë vitë, kur shkove, 2 kaxë, e kishte babë. Më thotë mu, thuj babës, do të hipi edhe një kata, ma nuk në gjallë, thotë babë. Thështë po babë beki, o shta babë, ta mjaftë e ko mama, do të hipi edhe një katë, këtë të një kushin dhe të hipi për mi. Adi ti shokë të këtë ma poshtë ki manal. Në shtëpinë e dunjas do në tjese manal, për kretëve në gjennet në podronë. Po kjo nuk ashtë asë menquri, asë njerëzi. Pra ne duhet jemi të më qarë, ne duhet të mundohemi, pregaditemi, të lusim Allahun në gjelar, të na mundëson të jetojmë si musliman, duke e kuptu dhe duke e ditë se për të qenë musliman i mirë, lën tadkhulul jannata hatta tahabu. Nuk hanihet në xhennet pa dashuri ndër vllazërore. Jo, pa dashuri vllazërore, pa Allahu të na shtoj dashuri mes vete, Allahu të na shtoj dashuri për xhennet, e të na dashuroj amelet, veprat e mira me të cilat e bëjmë razi, e kënaqim Allahun xhelal. Se në xhennet ne nuk e fitojmë xhennetin me veprat tona. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amali. Askush prej jush nuk do të hyjë në xhennet me veprat e veta. Njoni tha hatta ente ya Rasulullah, edhe tia që ju kanë oj kamët duke fal natën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithë ato aktivitete, gjithë ato vuajtje, gjithë edhe prap tha hatta ene, tha as illa an yatagammadani Allah bi rahmetin minhu. Shpresën e kom që Allahu të madhuroj xhenetin, ama e inja e ytja është ta bëjmë razi, ta kënaqim Allahun xhelal me punët tona. E kur tjesa Allahu i kënaqet me punët tona, xhenetin na e dhuron nga mirësia e tij. Edhe ta përfundoj pra me këtu me një shembull. Veprat tona, ameli jon prej të shahadetit deri te ngritja dhe largimi një bërllokut nga rruga min el iman. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ta largosh një bërllok prej rrugës, është prej imanit. Unë di ju thon njerëzve, po të kishton pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, o burra, ngushtoni rrugët sa të mundi dhe hudhni bërlloket në rrugë dhe shkoni në xhenet. Ne të parë dëshoj. Po s'ka thon kështu. Ka thon pastroni rrugët dhe lironi rrugët, xheroni rrugët. Andaj një njeri, për shembull, veprat tona, ameli jon edhe xhenet. Një njeri të ketë ndërtuar një pallat shumë të bukur, shumë të mirë. Edhe i thot një shokut vetë që e don, vëlla musliman për hir të Allahut, ki ka pasuri dhe i thot edhe diçka, që këtë pallatin e ka mbon jetë me ta fal ti. Mashallah. Ama e ka një kush. Qelsin e derës hyrjes kryesore ti ta pagush. Ai që ka mend, thot ai pak punë është ajo, blej një qelë, se veç gjithë ki pallat, për një qelë, nuk ka problem. Do ne gjithën për tasa, dembela, hajlasi, do hazërgjit. Ai mundet thote, ta gjithë këtë pallatit e bo për një qelë. Ai blej dhe qelësin që ati. Ki nuk e don pallatin, ki nuk e don. Pra, pallatin në shembullin ton dhe qelësi është kjo. Xheneti është dhurat për Allahun xhelal. Prej të shahadeti, agjerimi, namazi, agjerimi, zeqatje, hajratje, krejt punë të mira, a dini sa kushte? Sa qelësi. Qa që kanë vlerën? Sa qelësi. Ama pa qelësi nuk hinen. E pse i thot ki ati qelësin me blej vetë? Se kur ti, edhe kjo është në favor të ati që i dhurohet pavatin. Se kur ti thon njerëzit, a disi janë njerëzit, ave ti as se ke blej pavatin, as ta kalon baba trashigimi, as se ke ndërtu vetë, filani ta ka dhonë. A i thët po, a i ma ka dhonë pallatin, a ma hajtë him pa qelësin vetë e kom blej. Edhe e nëzirë me këtë për krize, se kje ka blej qelësin, elhamdulillah. Pra që këto ibadetet tona, të gjitha, vlerën e kanë sa kur qelësin. Mundohemi me çdo kush, të mos na mungon qelësi, të mos e hubim qelësin,
se pallati mbetet, ne mbetem jashtë e nuk hinë në xhenet. Allahu na mundson xhenetin ja Rabbi. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë juve, me të gjithë duke filluar prej miftijës së dashur, o Allah me të nderuar juve, sot edhe me laçën dëshmojnë te Allahu xhalal, o Zot. Sa musliman dhe muslimane kanë lënë obligimet vetë punët e veta dhe janë tubu në një shtëpi për shtëpive të Allahut me vetëm qëllim të falin namazin dhe të ndëgjojnë mes vete të ndrojnë mendime dhe të kënaqen dhe të jetë i kënaqur Allahu me të gjithë ne. Allahu xhalal ju lavdërohet me lekë dhe thot me lakët e mia zbritni në sipërfaqen e tokës dhe shihni disa njerëz janë tubu në xhami vetëm për hir të Allahut. Edhe në fund të Ramazanit, inshallah taala. Pasi edhe fëmia foli, na jemi mo ka fundi shpejt shkon. Shisa shpejt shkon, subhanallah. Mirë po në jetë jonë shumë herë themi ai që thot me shpirt, me zemër, beti shkon bere një 3 muaj. Ai njëri tha hoxh letën në 1 muaj më nxej se i dal në krije 3 muaj. Kjo është i dokti. Ai që ka imunin e vërtet, thot valla ti shkon 3 muaj. Allahu xhalal e shpërblen sikur ai kisha adhuru Allahun 3 muaj, se në jetën e ka. Edhe në ditën e Bajramit shpresojmë që Allahu xhalal të na jep një dëftesë, të na jep një mirënjohje, të na jep një certifikat ditën e Bajramit kur ta krijë. Në atë dëftesë, në atë dekret shkruan një fjalë, ama shumë e madhe. E shkurt, ama shumë e madhe. Gufirte. Gufirte. Merë. Çka thot? Je i falur. Alhamdulillah. Që sa shkurt, ama manon e ka shumë të madhe. Je i falur. Ja Rabbi Zoti na fal të gjithëve. O vëllezër të dashur, nëse një njeri është akuzuar me një akuzë të rëndë, edhe ka dhënë para gjykimit, dhe ja kanë përgatitur lëndën, sipas asaj akuze, ai mund të dënohet për jetë. Mund të dënohet për jetë, sipas akuzës. Ki i trishtuar, i friguar, del para gjykimit, akuza ja kanë përgatitur, edhe ki duke prit, sa vjet, a thu për jetë, edhe gjykatësi thotë në gjë. Ti je i lirë, shko të shtëpia. Subhanallah. Nga i ankth që ai kishte se mund të gjykohet për jetë, në moment gjykatësi ta shko si i lirë. Çfarë përjetimi është para atë njeriu? Si do ta ndihet? Gjykatësi i dunjos, me të thonë Allahu xhalal je i falur. Allahu na fal. Allahu razi qoftë të gjithë. Allahu të rriton në Islam i forcon. Ata të cilët ne heshojnë, ne zbukurojnë xhami, ne zbukurojnë mejlisin. Allahu i forcoft në Islam. Allahu të moshuarve tanë në dhash shëndet dhe jetë të lumtë. Të varfërit tonë o Zot pasuroj, të sëmurët tonë shëroj, të burgosurit tonë të pafajshëm, sidomos në Palestinë, në Gaza, atje ku di, o Zot ndihmoj. Zullumqarët me zvete Zot shkatër. Ne lutim Allahu xhalal për neve dhe familjet tonë. Allahu na mbroft nga çdo vështirësi, telashe, e kësaj bote dhe ahiretit, dhe na mbroft nga azabi i xhenemit dhe na bashkoft në xhennetul firdaus. Allahu ju shpërbleft, ana boni halal. Allahu razit. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Patjetër që falenderojmë hoxhën e nderuar për fjalët e tij dhe mesazhet e tij shumë të byra. Edhe patjetër që falenderimi është edhe për ju për prezencën tuaj që ishi dhe patët durimin me ju këshillat në hoxha jonë nderuar. Allahu ju shpërbleft tek mira. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.